Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Nakip Skenderi është në studio për diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit dhe krizën globale me çmimet e naftës pas vendimit të fundit të presidentit amerikan për të bllokuar portet iraniane në ngushtisjen e Ormuzit dhe reflektimin dhe pasojën që e gjithë kjo situatë me këto lëvizje të çmit mund ta ketë në Kosovë. Do flasim tash thamë edhe në fillim të këtij edicioni edhe për inflacionin e lartë, i cili këtë vit për dallim prej vitit kaluar për periudhën e njëjtë në Kosovë është 6.7%. Atëherë profesor, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit, mirëmbrëma dhe përshëndetje për gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Profesor, aktualisht ka një shqetësim pas vendimit të fundit të Trumpit për bllokimin e porteve iraniane për shkak se ka shkuar mbi rreth $100 çmimi i fuqisë i këtyre fuqive për naftë pas këtij vendimi dhe ka lëvizje të çmimeve të naftës në nivel global. Çka do të thotë da mund të përballemi përsëri me rritje çmimeve të naftës pas kësaj bllokade ushtarake amerikane? Shikoni, këto janë lëvizje gjeopolitike në botë, të cilat padyshim që reflektojnë edhe në konstelacionin e çështjeve ekonomike, edhe atë me shumicë të madhe, sepse tek e fundit të gjitha këto problemet, të cilat janë të natyrës gjeopolitike, refleksion restriktivisht pasojat i kanë në ekonomi. Edhe nëse marrim një komparacion, një krahasim, se sa ishte një fuqi bareli për shembull para konfliktit të Shebas me Iranin, edhe Izraelin normalisht, kur atëherë ishte $60 për fuqi bareli dhe tash kemi mbi 110 dhe respektivisht 120 parafërsisht këto statistikat e fundit televizjeve botërore të naftës dhe derivateve të saj tregojnë që ka arrit, që nënkupton që afër 100% kemi brenda një periudhe 3 javore ngritje çmimit të naftës në nivel global për çështje si të furnizimi. Kjo padyshim që duhet ta ngrej si të një alarm të gjitha ekonominë në botë, sidomos ato të cilat janë importuese të 100% të naftës siç është vendi ynë, edhe të ndërmarrën masat preventive nëse jo bile masat të cilat janë mas zbutëse për të kalimin e kësaj krize. Sepse tek e fundit Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera pak a shumë e shfrytëzojnë këtë horduzin, po ato të cilat pasojat më tepër do të reflektojnë janë vendet e Azisë dhe Europës. Në këtë kontekst, dy ekonomitë më të mëdha numerikisht në botë, India dhe Kina, po ashtu Japonia dhe vendet e tigrave aziatik të cilat i quajnë këto 5 fuqitë ekonomike të cilat janë në botë, janë importuese më të mëdha të naftës nga gryka e horduzit, nga Europa. Greqia merr pjesëmarrje në kushtimisht më të madhe të importit të naftës përmes kësaj ngushtice, sepse afro 20% të importeve europiane kryesisht vijnë nga Greqia dhe tash në këtë kontekst nëse neve lidhemi në aspektin e furnizimit të naftës, dihet që neve më tepër furnizimet i kemi prej Greqisë përmes natyrisht aktorëve tjerë ekonomik siç janë Maqedonia, Veriut dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Po, dhe aktualisht për sa përqind Kosova është përballë me rritje çmimit të naftës prej nisjes së këtij konflikti atje? Është interesant te kontekst të përmendur faktin që Kosova kur bën lëvizje të tilla, si them thojza tektonike në botë, për të ngritjes së çmimit të naftës, ajo më njëherë vepron dhe i ngren pas mangshmën çmimit edhe i krahason me vende të tjera, sepse në thojza them arsyetimi i saj është që mbaret kryesisht nga importi dhe që jemi ekonomi importuese, që është fakt kjo. Mirë, po në kontekst asaj kur kemi lëvizje pozitive në uljen e çmimit të naftës në Kosovë, atë lëvizje të tilla në Kosovë në botë, lëvizje të tilla në Kosovë nuk reflektohen se nuk vjen. Edhe kjo padyshim tash çon në mbushjen e xhepit të naftëtarëve, por edhe të ekonomisë edhe të shtetit, i cili në këtë kontekst nuk po mundet ose nuk dëshiron me marr masa adekuate për mbrojtjen e konsumatorit, edhe tash si them çmimi është i fitimit është i duanshëm tek kompanitë e naftës, të cilat shpërndajnë respektivisht që shteti ka dështuar për të ulur edhe për të marrë masa për të ulur çmimin dhe stabilizuar kur ka stabilizim të çmimeve në tregje të tjera apo jo tani? Nëse marrim veprimet e tregjeve rajonale, respektivisht vendeve të cilat janë në Ballkanin Perëndimor dhe në këto rrethana ato kanë marrë masat adekuate, qoftë në ulje taksash, qoftë në uljen e TVSH-s, respektivisht në Gjermania. Dhe ato më njëherë kanë reflektuar, për shembull Maqedonia e Veriut deri në 40%, Shqipëria tash edhe pse me vonesë, por e ka prapë çmimin më të lartë, megjithatë është në rrugë si për të marrë masa. Serbia ka marrë masa të 3 fishta në këtë konstelacion, edhe ka ulë TVSH-n për 50%, edhe ka ulë për 40% aksizën, por edhe ka ndaluar eksportin e këtyre kompanive të naftës nga Serbia për me eksportu jashtë, thjesht ato rezervat me i pas vetëm për qytetarët e saj. Pastaj Malizia ka ndërmarrë masa në këto rrethana, ekonomia e Kosovës është duke vujtur më tepër pasojë, sepse qeveria ende nuk ka ndërmarrë dhe nuk po ndërmerr edhe nuk është. Nuk ka bërë të qartë fare nëse do të ndërmarrë masa. Sa është i arsyeshëm ercëtimi i qeverisë që nuk do të kishte ndikim për shkak se çmimet nuk do të uleshin dhe vetëm do të uleshin
rritja e taksave, a qëndron kjo? Në fakt që neve mbaremi prej importit, neve nuk na diktohet vetë ju ky çmim, por në rrethonat aktuale për me mbrojt konsumatorin, sepse tek e fundit edhe ekonomia e tregut është ekonomia e tregut social, që do duhet mbrojtur shoqëria, respektivisht konsumatori. Atëherë në këto rrethona qeveria do duhet ta menaxhojë mirë krizën, që po vret një mungesë e një menaxhimi të mirë fillt të qeverisë në këto kriza, qoftë krizën e pandemisë që e kishim më herët, qoftë krizat gjeopolitike tash në botë, por qoftë edhe në krizën e inflacionit që pothuajse ka arritur gati 2 shifrorin në ekonominë e Kosovës. Në këto raste tash qeveria po mendoj që nuk po ndërhyn në këtë kontekst përveç me çmimin e tavan që do ta arsyetoj pak më vonë, nuk po ndërhyn në këtë kontekst me qëllimin e saj që ajo edhe nuk menaxhon mirë me krizën, por nga ana tjetër edhe po mbush arkën shtetërore, sepse qëllimi i saj është kinëse të mësama për të arritet buxheti i shtetit tash me të pasur jemi nga ana tjetër varfërimi po dëmtohet mishena shëtarve apo jo, profesor? Po dëmtohet mishena shëtarve, po thollohet kriza apo jo? Gjitha këto pasojat po binë në kurriz të konsumatorit, qytetarit. E në këtë kontekst, nëse mendohet për qytetarin, atëherë do duhet që këto shkallë tarifash, qoftë të TVSH, qoftë të akcizit, që qytetari i mbron, atëherë nga xhepi i qytetarit të rikthehen prapë në xhepin e qytetarit duke e zvoglu, respektivisht përgjysmu ose marrë masa të tjera adekuate në uljen e TVSH edhe të akcizave ashtu siç kanë vepruar po veprojnë edhe shtetet tjera. Paramendoni me këto masa janë të ndërmarrë edhe në vendet më të zhvilluara evropiane. Gjermania është sot që ndërmori veprime të tilla. Për shembull kemi shumë më lirë, kemi këtë €1.45 kemi në Spanjë në çmimin e naftës se sa në Kosovë, se në vendet tjera janë Austria, Gjermania, vendet tjera duke ndërmarrë masa fiskale. Ende neve nuk kemi ndonjë sport fiskale kushtimisht në këtë kontekst që do të duhet të reflektonte në uljen e çmimit të naftës, e cila do ta mbronte xhepin e konsumatorëve. E keni parë profesor që ka dhënë ndonjë efekt caktimi marzhës së fitimit tek bizneset, tek çmimi i naftës apo jo? Çmimi tavan nuk janë në parim të ekonomisë tregut lirë, por në rrethonat sektora ato lejohen kur ka situata emergjente. Për shembull kur kemi kohë krizash gjeopolitike, kriza inflacioniste, pandemi e kështu me radhë, të cilat përdoren vetëm për një periudhë caktuar kohore sa ta ketë efektin e vet në ekonomi. Por ato të cilat domethënë kryesisht vjen, atëherë kjo nënkupton një ndërhyrje e plotë e shtetit në ekonominë e tregut lirë, që është kundër parimit të ekonomisë klasike, sepse klasikët mendojnë që do të duhet të jetë ekonomia dhe së sferë plotësisht lehet e lirë, edhe në këto rrethona kur qeveria po ndërhyn, atëherë tregon masa administrative shtetërore ndaj këtyre. Në rrethonat e caktuara këto çmime të tavan, të cilët qeveria i ka aprovu, edhe është duke monitoru këto, e kanë një monitorim si të vësh vizuel, por nuk e kanë monitorimin e përditshëm sepse nuk kemi njerëz aq të punësuar në administratën të timor ose në inspektoratet e tregut që bëjnë çdo që rreth 100 inspektime mund ndodhin rande një ditë. Janë shumë tolta këto inspektime marr parasysh numrin e bizneseve. Numrin e bizneseve se pompave të benzinit të cilët neve i kemi sepse është një dhënë faktike që Kosova ka më tepër pompa të benzinit se sa që ka për shembull Shqipëria, Malizia dhe Maqedonia Veriut pothuajse bashkë. Aq kemi pompat benzinës në Kosovë, që është numër marramendes. Kështu që po të ishte angazhu e gjitha administrata qendrore e ATK-s me administratat komunale nuk do të mund të mbulonin të gjitha pompat e benzinës që çdo ditë monitoroheshin në ngritjet e tyre të ngritjes të çmimit. Prandaj edhe në këto rrethona ky vëzhgim respektivisht monitorim nuk e jep shumë efektin e vet ekonomik. Mendoj që çmimi tavan do të ishte ndoshta në një periudhë sa e lehtë vetëm për një periudhë caktuar kohore kur supozohet që ndoshta lufta do të ndalet për mbas periudhës 3-4 javore ose 2-3 mujore maksimum kështu me radhë, edhe atë i rikthehet prapë si temë normalitetit të taksave. Mirë, por në këto rrethana qeveria është plotësisht e arsyeshme, edhe do duhet ishte racionale që të ndërmerrte masa fiskale uljen e TVSH ose përgjysmimin e TVSH, përgjysmimin e akcizës, dhe gjitha kjo do të reflektonte në uljen e çmimit. Për sa përqend profesor do të mund sepse vetëm këtu paramendoni me këto çmime tavan, me këto janë si temë mas e shtetit, po këto sigurojnë në një farë mënyrë edhe marzhen edhe fitimin e naftetarëve, edhe në një farë mënyrë i jep garancë naftetarëve që ata kanë një fitim të caktuar në treg. Nga ana tjetër që pson qytetarë, atëherë kjo pra qeveria në një farë forme po
po favorizon bizneset, po i ndihmon bizneseve në favor të shtetërorëve, në kurrë të shtetërorëve, apo po favorizon biznesin edhe vetveten. Biznesin duke i siguruar çmimet edhe margjën tregtare, kurse vetveten duke ngritë këtë përndaj shumën e buxhetit të paramenduar ose të parashikuar, ndoshta edhe jashtë mase në këtë vit buxhetor që ajo do të mund të mirë, edhe mandej fut merret si rrethana sektorore. Edhe natyrisht veprimet e qeverisë neve jemi mësuar si ndërmerren këto rrethana krizës që nga çasti i pandemisë kështu me radhë, kur pastaj buxheti që mbetet i mbetur atëherë shpërndahet si buxhet social për kategoritë e varfra, pensionistët, studentët me nga 100 euro kështu me radhë, e cila më pas do të reflektojnë në votë qytetare për partitë. Pra nuk ndikon në ngritjen e mirëqenies së shtetërorëve dhe nuk e rri zhvillimin ekonomik, nuk ndikon asesi, sepse nuk është sistem e natyrshme që të jepet për shembull paga 13 e pastaj paga të rikthehet prap, ose të jepet 100 euro si asistent sociale dhe pastaj muajin tjetër prap të rikthehet në njëjtë gjendje, kështu që këto kanë sistem pasojat antisociale dhe nuk mund të qenë si garancë që qytetarët ta kenë një stabilitet social, familjar, individual dhe dhe konsideroni profesor që edhe një pakombështetje e cila është paralajmëruar nga qeveria në këtë kohë krize do të ndihmonte në këtë situatën me cilën po përballemi dhe këtë thellimin e krizës apo jo? Po varet ai pakombështetja çfarë përmban në vetë. Çfarë do duhet përmbante për ta stabilizuar? Mendoj atë që pakombështetja ashtu siç kanë bërë vendet tjera të rajonit, do duhet konsistente në këto politikat fiskale, ulje të aksizës, ulje të TVSH-s. Pra jo shpërndarje parave. Edhe jo shpërndarje parave. Edhe ajo që është edhe shumë e çuditshme në këto rrethana tek neve nuk e di ma kemi rezerva shtetërore të naftës apo jo. Që bile s'paku nëse nuk do të mund të intervenon të tek kompanit më të mëdha që ato ta menaxhojnë shitjen e naftës dhe derivateve të saj, atëherë bile s'paku kjo të menaxhojë edhe të jepen institucionet të cilët janë domosdoshmërisht të nevojshme, si për shembull shëndetësia ose ndonjë sektor tjetër qeveritar që lipset ndihmë nga ana e qeverisë. Në këto rrethana neve nuk e dim sa kemi buxhetin shtetëror, edhe pse dhënën nga dogana, mandej nuk e dim sa këto kompani kanë rezerva me këto naftë dhe derivatet saj para kësaj krize. Dhe gjitha këto lehtë mundet administratat të timore dhe inspektorati me i marrë nga sistemi doganor i Kosovës, edhe në një mënyrë me monitoru që bile ajo rezervë që është të këto kompanit shitet me çmimin që është furnizuar. Pra konsiderojnë që mund të ketë abuzuar edhe me rezerva që i kanë pasur dhe me rritjen e çmimit, apo jo? Sigurisht abuzimi është i natyrshëm. Abuzimi është tash i qartë që ato tash gjithë ato rezervat që i kanë pas nuk e kanë që e tregojnë me këtë furnizim të kësaj kohe, por e kanë furnizimin që është më herët, edhe kur kemi pas çmimin për litër nafte në euro 30 cent, 33 cent maksimumi, dhe tash dihet që është sot ishte në euro 84, në euro 86 cent çdo pompa të benzinës, e që kjo reflekton domethënë mbi 50 cent në këto 3 javë që kemi ngritje të çmimit. Dhe tash kur nisemi te inflacioni, neve dimë që inflacioni 7.6 në këtë periudhë. 6.7%, fali, po 6.7% të periudhë. Se janë shkaktarët, profesor, të inflacionit? Po tek inflacionit është duhet me dallu neve inflacionin i cili prek direkt xhepin e konsumatorit dhe inflacioni i cili është si them luks dhe prek vetëm ata të cilët kanë nevojë. Për shembull, nuk është krahasim i lehtë të bëhet për shembull 1 litër qumsht, 1 kilogram mish ose si them 1 litër naftë kështu me radhë, edhe të krahasohet për shembull me tegullat ose armatura që vëdiun në ndërtimtari, kur ato se tëme e vrejnë vetëm ndërtuesit, respektivisht ata që ndërtojnë shtëpi. Kurse kjo që reflekton në shportën elementare të konsumatorit, kjo është për të gjithë konsumatorit prej atij fëmijë që sot lindë deri te ai plaku që është më shumë. Domethënë është se them inflacion i përgjithshëm. Prandaj këtu ndoshta dhënat, nëse veç hyjmë në enten me këtë agjencion e statistikave të Kosovës dhe bëjmë një analizë të mallrave dhe shërbimeve të cilat janë ngritur në këtë periudhë kohore të inflacionit, atë inflacioni në gjesendet elementare të shportës qytetare të konsumatorit është mbi 13-15%, në disa raste edhe 40% kemi që është ngritur. Kemi raste për shembull kur 2% ose 3% në ato që thash çështja luksi është ngritur dhe kjo nuk reflekton domosdoshmërisht tek xhepi i konsumatorit. Në këto pra konsideroni që kalkulimi nuk është
Jo, nuk është korrekt. Kalkulimi është korrekt, sepse mirët kumulativ, lidhet e përgjithshme të gjitha mallrave dhe produkteve që janë natyrisht edhe shërbime në treg. Mirë po, tash ndryshe është ajo që e prek direkt konsumatorin, çfarë do të qoftë gjinie, çfarë do të qoftë moshe, çfarë do të qoftë përjardhje sociale, ndryshe është ajo që e prek konsumatorin i cili veç ka ndërmend ose bën për shembull një dasëm ose bën një shtëpi, një blen, një banesë, që në këtë kontekst nëse lidhemi në aspektin procentual, kjo është procenti shumë më i ulët krahasuar me atë që neve jemi në përditshmëri gjithë konsumatorët aty kur na preket direkt standardi ynë social. Po, dhe profesor, cilë janë shkaktarët kryesorë të këtij inflacioni në Kosovë? Shqoni, shkaktarët nuk mund tash ta akuzojmë ose të themi me qeverinë e kështu me radhë, sepse neve kemi inflacion të importuar. Ky është inflacion i importuar i cili varet drejt për drejt nga çmimet e naftës dhe derivateve të saj prej vendeve të lindjes së mesme edhe vendet tjera që janë eksportuese nga vendet e OPEC-ut. Kështu që Kosova është në plot një në atë 100% që importon derivate dhe naftë dhe derivate të saj, edhe natyrisht që kur ngritet çmimi tek vendet e OPEC-ut, atëherë natyrisht që ky çmim reflekton edhe tek ne. Mirë po, ajo që neve do të duhen këto rrethanat të ndërmarrim do të ishte që masat adekuate për zbutjen e inflacionit. Edhe pasojë të saj tek popullata, respektivisht tek konsumatorit, do duhet të ishin me një emergjencë shumë të shpejtë. Të cilat do duhet të ishin, profesor, apo janë ato që i përmendët më herët? Edhe harrova të them edhe një fakt, neve ndoshta do të në periudhën e ardhshme nëse vazhdon ky trend i inflacionit, edhe ky trend i mos ndërmarrjes së masave nga ana e qeverisë për uljen e çmimit të naftës dhe derivateve të saj, neve dihet që tash në këtë periudhë po hym në sezonin e korrembjelljeve. Edhe tash të gjitha këto reflektojnë tek fermerët të cilët lënë të parë kanë naftën edhe ndjes. Edhe që e kanë lënë të parë naftën, edhe ata pastaj do të reflektojnë në çmimin edhe kostën e përgjithshme. A do duhet paktën që ky sektor të subvencionohet, profesor? Edhe ky tash në këtë rrethana tash qeveria bile spaku me ato rezerva nëse posedon, do duhet që përveç shëndetësisë edhe sektorin e agronomisë, respektivisht laboratorisë dhe sektorin e bujqësisë në përgjithësi do duhet ta subvenciononte në mënyrë që kostoja e produkteve të këtyre fermerëve të vjen në nivel më të ulët, sepse gjithë kjo pastaj do të reflektojnë në produktet që do të jenë në tregun e përgjithshëm, edhe natyrisht pastaj fasulja, patatet ose mollat apo produkte tjera nga agrikultura, atëherë do të kishin një çmim më të lartë, sepse neve në ekonomi e dimë që dy nga në thojza them vagonet kryesore të inflacionit janë ngritja e çmimit të naftës dhe ngritja e energjisë elektrike. Edhe të dyja këto po dështojnë tek masa qeveritare. Edhe çmimi e rrymës tash pritet masa tjetër, edhe ajo tjetër, edhe tash nafta në këto rrethana që po ngritet, atëherë dyja këto bashkë në një farë mënyrë them të ashtu quajtur në bashkëpunim, edhe tash gjitha mallat edhe produktet tjera që varen nga energjia elektrike, edhe që varen nga nafta dhe derivatet e saj, atëherë shkojnë në një farë mënyrë një inflacion zinxhiror e që pasojat pashmangshëm bijnë në kurrizet e qytetarit. Po, dhe profesor, aktualisht qeveria vetëm zgjidhje po e sheh përmes miratimit ligjit për çmimin e tavanit, i cili vetëm në parim ka kaluar Kuvendin e Kosovës, e cili do të marrë kohë pasaj për të hyrë në fuqi, për shkak se kërkohen disa ditë edhe për themelimin e atij komisioni. Shihni si zgjidhje këtë ligj dhe ndërmarrjen e masa përmes ligjit? Gjëherë çmimet e tavan janë një shfaqje antiligjore dhe antikushtetuese nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Edhe këto rrethana tash nuk e di se si do të jetë fati i këtij çmimi të ligjit tavan, tash arsyeshmërinë, ky është kundër parimeve të ekonomisë tregut lirë. Edhe klasikët nuk e përkrajnë këtë, sepse thonë që nuk është në kontekst të ekonomik të tregut të hapur, mirë po, në rrethana të caktuara tash është rryma tjetër keynesianiste, që e përkrah sepse sa herë ka lëvizje ciklike drejt terrenjeve ekonomike, kur shkojmë drejt recesionit edhe pikës më të ulët të biznesit, atëherë natyrisht që qeveria do duhet të ndërhyjë me masat adekuate që nëse nuk mundet bile ta rikthejë atë, ta parandaloj edhe ta zbus pasojë negative që recesioni edhe pika më ulët e biznesit do të kishte për ekonominë. Kështu që këtu kemi tash një gërshetim të teorive klasike dhe keynesianiste që njëra anë tash toleron këtë çmimet tavan, respektivisht intervenimin keynesianistët, edhe ana tjetër që nuk e toleron, respektivisht mendon që është kundër parimeve të ekonomisë së tregut. Në këtë kontekst sot në ekonominë globale duhet të jemi të vetëdijshëm se kemi ekonomi të tregut social, që gjitha domethënë pasojat mundohen në shoqëri të jenë sa më të butshme, domethënë po ekonomia e tregut lirë,
Po ekonomi liberale, mirë po në kontekst të mbrojtjes së shoqërisë, respektivisht konsumatorit, atëherë padyshim që nevojitet intervenimi i shtetit. Kjo ngjason me atë sikur mjeku me pacientin. Nëse mjeku nuk intervenon tek pacienti, atëherë do të shkojnë drejt vdekjes. Dhe kështu në këtë kontekst mjeku qeveria drejt pacientit, ekonomisë do duhet të intervenojë për mos të shkojë deri tek ajo që është më e keqe, sepse masat thjesht lejohen edhe në ekonominë të tregut të hapur që të intervenohet, por në rrethana të caktuara dhe në rrethanat e kufizuara kohore derisa efekti të jepet edhe si të vërtetohet largimi i atyre masave ose situata me cilën ato kanë ndjerë. Po, dhe profesor, a do të ishte i vështirë monitorimi këtyre produkteve? Për shkak se ligji parashet disa produkte që do të caktojnë çmimet tavan dhe pastaj edhe për cilat ku komision i themeluar i pavarur pastaj do të përcakton edhe të tjerat. A do të jetë i vështirë pasi që e përmendet vetëm çmimin e naftës nuk kanë kapacitete për ta mbikëqyrur e lëre më produkte tjera pra? Mungesa e kapaciteteve njerëzore në këtë resort, qoftë në Ministrinë e Tregtisë përmes Inspektoratit të Tregut, qoftë tek administrata tatimore e Kosovës, edhe aty përmes inspektorëve, është numri pashmangshëm jo adekuat në raport me bizneset të cilat do duhet monitoruar. Kështu që monitorimi do të jetë bukur i vështirë, e nga ana tjetër në këtë kontekst mendoj që vëzhgimi bile spaku të këta furnizuesit më të mëdhenj, të korporatat, të cilat ata furnizojnë furnitorët, tek ata të jetë monitorimi në mënyrë që nëse ata i mbajmë në vëzhgim, atë natyrisht që këto biznese të tjera të vogla që furnizojnë për këtyre bizneseve më të mëdha për korporatave, atë natyrisht që ata do ta kenë një kosto tjetër ajo që u imponohet nga ajo. Po megjithatë, domethënë, edhe pse tolerohet një monitorim, një vëzhgim, është shumë i vështirë në këto rrethana që gjithë kapacitetet njerëzore neve me i orientu drejt vëzhgimit, respektivisht monitorimit, sepse tek e fundit nuk mundesh me monitoru prej mëngjesit deri mbrëmje çdo produkt ose çdo institucion ekonomik. Po, dhe me gjithë ta indikator, profesor, që po i përmendë, që të gjithë janë negativ. Ka po shkon tani ekonomia dhe zhvillimi ekonomik i vendit, sepse edhe FMN-ja kishte parashikim jo... Edhe FMN-ja doli me ato rrethanet të cilët tha që nuk mundet me qenë mbi 4% një mesatarje në ngritjes restriktivisht të zhvillimit ekonomik në Kosovë, me krahasuar me qeveritë të cilët kishin pasqyruar ose kanë parashikuar të dikun të rreth 6%, mirë po megjithatë, edhe këto rrethanet të cilat janë nga FMN janë për ato analiza edhe vëzhgimet të cilët i ka pas deri në këtë periudhë para ngjarjeve gjeopolitike në botë. Dhe tash këto rrethana të reja të krijuara në botë përmes këtyre konflikteve gjeopolitike, natyrisht që këto ndjellën pasojat edhe në ekonomi. Kështu që edhe indikatorët ekonomikë do të pësojnë ndryshime negative në këto relacione dhe kam frikë që edhe ky 4% i parashikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për rritjen ekonomike në Kosovë, ndoshta nuk do të jetë si të realizueshëm, sepse natyrisht që nuk po shihet ndonjë dritë si të në fund tunelet në raportet midis Shqipërisë e Izraelit nga nëna dhe Iranit për zbutjen e këtyre gjësendeve. Nga ana tjetër kemi pas në pasojat tek luta ruso-ukraina, mirë po në Rusisë dhe Ukrainës, mirë po në këto relacione tash kur ne prekim drejt për drejt nga nafta, atë konstelacioni i pasojave është pashmangshëm se të më efektiv në thoj zatjen te konsumatori, edhe neve jemi duke ndjer çdo ditë. Kështu që edhe nëse mbarim këto masa të cilat Kosova do të dy ndërmarrë, për shembull shtetet e rajonit kanë ndërmarrë, e nga ana tjetër i kanë të ardhurat për kokë banori 30% më tepër, për shembull 30% pothuajse neve na kalon Bosnia e Hercegovina, gati 100% na kalon Serbia dhe Malizi, Shqipërinë kemi pak diçka, Maqedonia domethënë edhe pak më tepër, edhe thjesht neve sipas danëve të FMN-s i kemi pas ato të cilat në fund vitit 2024 para një viti e diçka që janë dhënë, Kosova i kishte diku afër $7,000 të ardhurat për kokë banori, këtë GDP per capita që e themi, kurse Serbia dhe Malizia ka pas 13.500, respektivisht 14.000, 9.000 e ka pas për shembull Shqipëria, 8.000 diçka ka pas Bosnia e Hercegovina, kurse afër 12.000 ka pas kjo Maqedonia. Kështu që në këto konstelacion nëse e shohim GDP-n për kokë banori, edhe nëse e shohim masat të ndërmarrë tash ose çmimet momentale që janë të naftës në këto vende të Kosovës dhe vendet të rajonit, atëherë përveç Shqipërisë, Kosova është si them e dyta që e ka çmimin më të lartë të naftës, edhe që ende nuk është duke ndërmarrë masa adekuate për të kalimin e kësaj krize nga gjeopolitika. Po, atëherë profesor, ju faleminderit që ishte sot të bëre. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim, është lajmi kryesor i botës dhe rikthehemi më pas me zhvillime të tjera ndërkombëtare.